Jam një lumë të thashe që shtur me të shanosh se erdhi liria, sa atëre mora informatën se hyri NATO në Kosovë. Edhe nuk e komendu që do të vjen një moment që do të heci pa karrocë, nëse në vetë ku ki bilor që s'ki gabu kur, e thon pjesën e ushtrisë lindtare nga fillimi i vitit 98 e deri me 6 qershor të vitit 99. 6 ditë pa përfundu luftë jëm plagos rond, po kom pas fatin edhe Zoti më ka ndihmu, jëm shëru, ndihem i mirë, jëm ndi mirë me njerë pastaj mas shërimit, edhe pse ka zhatë shërimi, sepse kom qenë shumë i plagosur, ndoshta me ta thonë Ridvan, më kanë qu prej pjesë mbi pëna shec atje në Gjakov, më kanë qu me njerë njësit kanal më kanë marë, më kanë qu një shtëpi të parë në Shqipëria, ne ma kanë ep dimin e parë, prej aty më kanë qu në spital Bramcur, ma kanë bu një operacion të parë, nga aty të më kanë qu me helikopter në Tiranë, po gjitha këto kanë ndodhë mrena prej domet rrethorës një të notës, deri në rrethorës një ditës, në 13 do më thonë më konë edhe operacionin e kry në Tiranë. Kom qenë shumë gjatë në spital në Tiranë, kom najt ratë, nuk kom pas mundësi më qu, do më thonë, me krevet ose edhe për nevoja personale, nuk i mujtë me shku në toalet. Kur kom arrit më shëru me ndimin e Zotit të mjekve, me ecë me atë farë, që shmi thonë ajo karoca, që shmi thonë karocën, une, jëm një lumë të thashe që shtur me të shanosh se erdhi liria, sa atëre mora informatën se hyri NATO në Kosovë, edhe komseri, do më thonë, edhe ushtria qëllimtarëve që zbarkojnë çdo qytet të Republikës Kosovës, çdo fshat. Edhe jëm konë është ndjenë, tash po më shkon një farë sejtë në trupit, është ndjenë shumë e madhe. Edhe me vdek, do të thotë jo që na kemi qenë të rima, po edhe me vdek në atë moment për mu u kone kryne që kom kry misionin ndaj adhev të pakten, kështu kom mendu. Pastaj kur kom arrit pas një periudhë 5 javore, 7 javore, me lëviz me ato pataricat, kom thonë tash jam i knaqun. Edhe nuk e kom mendu që do të vjen një moment që do të heci pa karrocë, pa patarica, edhe do të jam i aftë për çdo gjanë jetë. Atë pjesë e kom matë shajt, e kom matë lavdishme, edhe nëse në vetë, ku ki bilor që s'ki gabu kur, e thon pjesën e ushtrisë lindtare nga fillimi i vitit 98 e deri me 6 qershor të vitit 99 që jem ranë prite në pjesën e Kosovës, mbi fshatin Pënashqec, atje i thojnë Fyshza Berjavt, aty ajo pjesa ku i thojnë.